Unë, Shaqir Totaj, betohem që do t'i kryej detyrat dhe do t'i ushtroj kompetencat e mia si kryetari komunës së Prizrenit me nder, besnikëri, në mënyrë të paanshme, me ndërgjegje dhe në pajtim me ligjin. Shaqir Totaj bëri betimin për mandatin e dytë për kryetar komune në praninë e 41 kuvendarëve si dhe përfaqësuesve të shumë pjesëmarrës në këtë betim. Ishin të pranishëm ish kryetari i komunës Ramadan Muja, drejtori i policisë rajonale në Prizren Faton Alia, udhëheqësi të klerit fetar, përfaqësuesve të bizneseve dhe në praninë e shumë mysafirëve. Mbledhjen e parë udhëhoqi kuvendari më i moshuar Aziz Hotaj me intonim të himneve kombëtare. Fillimisht u formua komisioni për konfirmimin e mandateve në përbërje nga Luljeta Veselaj Gutaj, Karanfil Hajgjillari, Furkan Bidyqi. Me këtë rast u mandatua dhe tërheqja disa kuvendarëve duke u bërë zëvendësimin me antar të rinj. Në emër të komisionit për verifikim të mandatit, tha se konfirmimin e mandateve janë të rregullta dhe se në bazë të rregullorës së zgjedhore. Uroj që ky mandat të jetë i shëndetshëm dhe i suksesshëm për secilin antar të kuvendit, punë të mbarë dhe të mira për kryetarin e komunës dhe ekipet tjera shoqëruese, bazuar në komisionin për verifikimin e mandateve, ne konstatojmë se mbas ligjit të gjitha mandatet e verifikume janë në rregull. Urime, suksese, punë mbarë. Pas kësaj u bë betimi antarëve të kuvendit të komunës së Prizrenit dhe pas kësaj edhe kuvendarët e komunitetit bosnjak e turk lexuan betimin. Unë, Aziz Hotaj, betohem ose deklaroj solemnisht se do të kryej me nder, besnikëri, pa anime, me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe do t'ju ushtroj autorizimet e mia si antar i kuvendit të komunës së Prizrenit. Sevgili kazası, Prizren Belediye Meclis Üyesi olarak herkes sakin yaşam koşulları sağlamak amacıyla yetki ve görevlerimi onurlu, sadakatli, tarafsız, vicdanlı ve hukuka uygun olarak yerine getireceğime and içerim. Kryetari Totaj bëri betimin para të pranishmëve. Pas betimit zyrtar, kryetari Totaj tha se këtu jemi bashk në qytetin emblematik. Tashmë unë jam kryetar për të gjithë ata që kanë votuar dhe që nuk kanë votuar. Ne do të vazhdojmë bashkë për 4 vitet e ardhshme. Dua të ju falenderoj për bashkëpunimin që kemi pasur dhe bashkëpunimin që do ta kemi, tha kryetari Totaj dhe uroi një punë e bashkëpunim të suksesshëm. Të nderuar asamblesë të gjitha partive pa dallim, spari do më uru juve edhe më dëshiru sukses. Pastaj një përshëndetje të veçantë për gjithë mysafirët që i kemi këtu, përfaqësues të institucioneve, përfaqësues të klerit fetar. Një përshëndetje pak më të veçantë për Fluturën edhe për Adonisin edhe për Elmën, për familjen tëme, po edhe shumë mysafirë që i kemi këtu. Është një momentumi një fillimit të ri të mandatit dytë, gjithë jemi së bashku këtu në një qytet emblematik të kombit, për të punu për një talme më të mirë. Konsideroj që objektivi ynë është shumë më i madh se sa dallimet e vogla partijake që mund t'i kemi. Unë ju siguroj që do të punoj pa dallime dhe do të jem kryetari të gjithëve edhe atyre që nuk kanë votuar për mua. Jam shumë i sigurt që bashkë jemi më të fortë dhe jam shumë i sigurt që bashkë do të dimë të ruajmë identitetin e qytetit të Prizrenit. E identiteti i qytetit të Prizrenit është diçka që na bën krenar gjithëve neve. Është kënaqësi me qenë qytetari i Prizrenit, është kënaqësi me qenë asamblesë i Prizrenit, e sidomos me qenë kryetari i Prizrenit. Do mi falenderoj të gjithë votuesët që ma kanë dhënë këtë privilegj, edhe le të vazhdojmë bashkë për një 4 vjeçar të suksesshëm, të bëjmë më të mirën e mundshme për qytetin e Prizrenit, edhe jam shumë i sigurt që rezultati nuk do të na mungojë. Do t'ju falenderoj gjithëve paraprakisht për bashkëpunimin që e kemi pas dhe për bashkëpunimin që do të kemi, edhe vazhdojmë drejt një kontributi për jetë më të mirë në një qytet të veçantë sikur që është Prizreni. Ju falenderoj gjithëve për vëmendje.
Faleminderit ty edhe suksese, faleminderit gjithë anëtarëve të Kuvendit, gjithë mysafirëve pjesëmarrës dhe me këtë rast e shpall të përfunduar këtë seancë solemne. Edhe një herë na shkoft marr ky mandat, shpresoj që qytetarët e prezentit do të jenë të kënaqur me punën që do ta bëjmë.